Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah në falenderojmë, selamet dhe salavat të qofshin për më të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Allah të ndartën në vargun e këtyre ligjëratave të shkurtra në lidhje me lutjet kuranore. Kemi një lutje të bukur, është lutja e atyre të cilët kanë qenë të shtypur. Është fjala për lutjen e Benu Israilve, kur ishin nën sundimin apo nën pushtetin, nën tiranin, nën despotizmin e Firaunit. Allahu i lartësuar e përshkruan këtë ngjarje dhe këtë ndodhi të Benu Israilve, të cilët kanë jetuar për një kohë të gjatë, për disa vite nën persekutimin e Firaunit dhe ushtrisë së tij, i cili i kishte robëru gratë të tyre, i kishte vrarë fëmijët të tyre dhe kanë pasur lloj-lloj maltretime të cilët përshkruhen gjërësisht në Kur'an. Dhe erdhi ai momenti kur Allahu i lartësuar e dërgoi për të dërguar Musajin alayhis salam në mesin e tyre, dhe në ndodhinë e Musait Allahu i lartësuar e përshkruan se si Musai e urdhëroi popullin e tij që të mbështeten tek Allahu i lartësuar. Dhe ju thot: Ja qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. O populli im, nëse me të vërtet keni besuar në Allahun i lartësuar, nëse me të vërtet jeni besimtar, nëse për një mend jeni besimtar në Allahun e lartësuar, atëherë mbështetuni vetëm tek ai, nëse jeni musliman. Fa qalu ala Allahi tawakkalna. Pastaj ata than: tek Allahu jena mbështetur. Në Allahun jena mbështetur. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh zalimin. O Allah, o Zoti jon, mos na bëj sprovë për një popull që janë zullumçar, që janë të padrejtë. Wa najjina bi rahmatika min al qaumil kafirin. Dhe na shpëto me mëshirën tënde prej popullit jo besimtar. Kjo është lutja të cilën dua ta shtjelloj në këto minuta. Është pra lutja e Benu Israilve, të cilët e lutin Allahun e lartësuar në këtë formë. Pra nëse e shohim që së pari Musa alayhi salam i urdhëron që të mbështeten në Allahun e lartësuar. Kur i thot Musa alayhi salam: O populli, nëse keni besuar në Allahun e lartësuar, atë vetëm tek ai mbështetuni, ata thojnë: ne jena mbështetur në Allahun e lartësuar. Ndonse tevekuli është një vepër e zemrës, po nuk është vepër e gjymtyrëve, mirë po këta e shprehin si vepër, si fjalë goje, si pohim i asaj çfarë kanë në zemrat e tyre. Gjithashtu e paraprihin këtë pohim të mbështetjes së tyre dhe e shfaqin sheshazi në formë të afrimit tek Allahu i lartësuar përmes një vepre të mirë. Dhe kemi përmendur në ligjëratat e kaluara se nga forma apo nga edukata e lutjes së Allahut të lartësuar, nga format e lejuara të afrohemi tek Allahu i lartësuar është përmes veprave tona të mira. Dhe si shembull e kemi përmendur shembullin atyre tre personave që ishin mbetur në shpellë dhe gjithë secili prej tyre përmend nga një vepër e mirë që Allahu i lartësuar m'ia pranoi lutjet e tyre. Njëjtë veprojnë edhe Benu Israilit dhe thojnë, pasi që Musa alayhis salam i urdhëron që të mbështeten tek Allahu i lartësuar, dhe e shohim që po i thot: nëse jeni musliman. E kuptojmë që tevekuli është pe obligimeve më të mëdha për besimtarin, që të mbështeten tek Allahu i lartësuar me zemrat e tyre, të kërkojnë ndihmë tek Allahu i lartësuar dhe t'ia dorëzojnë çështjet e tyre vetëm Allahut të lartësuar, se po kurzohet nëse jeni musliman. Pra nuk është një çështje fakultative që ki mundësi zgjedhje. Nuk është çështje vullnetare, është çështje obligative. Musa alayhis salam po i thot popullit vet: mbështetuni tek Allahu nëse ju jeni musliman. Dhe ata po thonë: faqalu ala Allahi tawakkalna. Në Allahun jena mbështet, tek Allahu jena mbështet, dhe kjo formë e afrimit tek Allahu i lartësuar përmes veprës së mirë. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh zalimin. Dhe këtu është ajo lutja të cilën e bëjnë Benu Israilit. Thojnë: Zoti jon, Rabbana, kërkohin nga edukata lutjes është që e lusin Allahun e lartësuar përmes rububiyyes së tij, se Allahu është i lartësuar, Zoti krijuesi, ai që jep jetë, ai që jep vdekje, domi dhe dobia është në dorë të tij. Dhe i afrohen Allahut të lartësuar përmes këtij emri të bukur të tij. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Mos na bë sprovë për një popull që është zullumçar. E shohim që derti i tyre si ka mundësi të bëhen sprovë kur këta janë vetë të shtypur nga një popull që ishin despot, që ishin sundimtar të ashpër Firauni me ushtrinë e vet. Është për qëllim mos na bëj neve sprovë për shkak
që imi të nështruar ndaj tyre dhe ata po shkaktojnë dëm te ne, po na maltretojnë, mos na bë sprovë që ata mos mi pranu fen islame. Mos na bë neve sprovë që ata mos mi pranu fen islame, po mi refuzu të vërtetën. Qysh ka mundësi? Ka mundësi që ata e shohin veten e tyre si të lartë, si pushtetar, si sundimtar, dhe momentin që ti të vërtetit je ka i shtyp, atëherë ka mundësi me mendu ata për veten e tyre se përderisa ne ka i shkelin këta, janë nën këmbët tona, atëherë s'ka mundësi këta më konë në të vërtetën dhe refuzojnë të vërtetën dhe nuk e pranojnë islamin dhe nuk janë musliman. Dhe ky mbizotrim material ka qenë edhe në gjuhët e tyre. Thot Firauni, thot wanada Firaunu fi qaumihi قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. Firauni ka qenë shumë i mahnitur me vetveten e tij dhe me pushtetin që e ka pas. Dhe i thot popullit vet, o populli, pasi që i thirr, thot a nuk është i tërë pushteti i Egjiptit në durët e mia, madje edhe këta lumej rrjedhin pranë meje, a nuk po e shihni? Dhe tregon atë tiraninë që i ka mbizotruar, domethënë Firauni ndaj popullit të tij. Pra besimtarët e asaj kohe, pasues të Musait alayhis salam, e lutin Allahun e lartësuar me këtë lutje të bukur dhe i thojnë: "O Allah, mos na bën neve sprovë që të tjerët të mos e pranojnë të vërtetën." Dhe kjo duhet të jetë brenga besimtarit, që besimtari me veprimet e tij të mos bëhet sprovë që të tjerët të largohen nga feja. Përkundrazi besimtari, domethënë synon dhe lut Allahun e lartësuar: "Waj'alna lil muttaqina imama." Na bëj shembulltyr të devotshmeve. Na bëj shembulltyr që të tjerët të udhëzohen, të inspirohen, ta marrin neve për yrnek, për shembulltyr dhe të na pasojnë. Kjo është lutja besimtarëve. Po njëkohësisht është edhe lutja në anën tjetër që mos bëhemi sprovë që të tjerët të refuzojnë fenë islame. Pra ne me veprat tona, me fjalët tona, me moralin ton, e lutim Allahun e lartësuar që të bëhemi që të tjerët të afrohen tek feja e të jo që të largohen prej fesë. Gjithashtu, një kuptim tjetër i kësaj lutje të tyre është që mos na bësh neve sprovë tek populli zullumçar, tek populli tiran, jo i drejtë, populli sundimtar, është që në mënyrë që mos sprovohemi në fenë tonë. Që mos sprovohemi në fenë tonë. Nga tirania e tyre ta lëshojmë fenë tonë. Pra për shkak të sundimit, shtypjes, maltretimit të madh, s'kemi mundësi më mi bajt fejen edhe me hek dorë nga feja. Pra është ky dy kuptimi ka ky ajet. Pra që mos bëhemi sprovë nga të tjerët që të ta refuzojnë fejen, po në anën tjetër edhe ne mos sprovohemi në fejen tonë. Dhe kjo është ajo brenga më e madhe e besimtarit, që përderisa feja ti është e shpëtuar nga sprovat, është i fatlum dhe i shpëtuar nga sprovat kryesore. Përderisa sprovat nuk e kanë godit fetarinë e tij, devotshmërinë e tij, kuptimet e tij të drejta për Islamin, atëherë ky besimtar shpresohet hajër për to. E pavarësisht kushteve materiale të tij në dunja, është i pasur apo është i varfër. Përderisa fenë ka në rregull, atëherë ky shpresohet hajër për to, se do të ketë përfundim të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Ndërsa në fund të kësaj lutje, Banu Israilit pasi që e lusin Allahun e lartësuar, mos t'i bëj sprovë që të tjerët ta refuzojnë fejen, edhe mos t'i sprovoj këta në fe, duke lëshu peng nga feja, e lusin Allahun e lartësuar tash për çështjet e dunjas. Wa najjina bi rahmatika min al-qawmi al-kafirin, dhe na shpëto me mëshirën tënde, o Zot, prej popullit jo besimtar. Na shpëto, na nxjerr nga këto sprova, nga këto maltretime, me mëshirën tënde. Pra, e lusin Allahun e lartësuar përmes cilësisë së tij të mëshirës, duke i atribuar atij mirësinë e udhëzimit, mirësinë e mëshirës, duke i atribuar që vetëm ai ka mundësi me na nxjerr nga ky maltretim, nga ato sprova të cilat i kemi. Anil min el qawmil kafirin, pe popullit jo besimtar i cili kishte qenë duke i maltretuar deri tani. Dhe kjo bi rahmetike, me mëshirën tënde, sikur dojnë me tregu o Zot që ti na ke udhëzuar, na ke bë musliman. Mos na bësh provë prej të tjerëve që ta refuzojnë fejen. Pra kishin dertin paramendo të këtij tiranëve të cilët i shtypnin, dertin e tyre e banin që mos bëhen këta shkaktarë që ata mi refuzuan të vërtetën. Në anën tjetër, që këta mos provohen në fe dhe të shpëtojnë në çështjen e dunjas me mëshirën e Allahut, duke e shfaqur që besimi i tyre është në saje të mëshirës së Allahut të lartësuar dhe jo
kjo një farloj zhveshje vetpëlqimit, atribimit të udhëzimit në vetvetin e tyre, po vetëm dorëzim i çështjes tek Allahu i lartësuar dhe atribimi i kësaj mëshire vetëm tek Allahu i lartësuar. Lutim Allahun e lartësuar me këtë lutje të cilën i janë lutur besimtarët e Musait të popullit prej Banu Israilve, duke e lutur Allahun Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi adh-dhalimin, o Zoti jon mos na bë sprov ndaj popullit zullumçar, wa najjina bi rahmatika min al-qawmi al-kafirin, dhe na shpëto me mëshirën tënde prej popullit jo besimtar. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.